Po cilët janë faktorët që ndikojnë në zhvillimin e miomave? Do me thonë nuk është diçka që është e përcaktuar si etiologji ose rrjedha pse paraqiten në miomet. Zakonisht ndërlidhen me ndryshimet hormonale, do me thonë në disbalansi hormonal që mund të ndodhen në organizmin e gruas. Po ashtu është e lidhur edhe me gjenetikën, do me thonë është gjenetike. Dhe sidomos nuk ka ndonjë shkaktar që thuhet ja nga jo, por është ajo kryesorja që sigurisht janë të lidhura me hormonet reproduktive që është sikur është estrogeni dhe progesteroni dhe për atë janë kjo mosha, kjo grup mosha, se paraqiten se atëherë edhe nivelet e estrogenit janë edhe më të larta, duke potencuar se edhe tek 7 zona, do me thonën ato mund të rriten, kurse në fazën e menopauzës ato edhe zvoglohen, mirë po nuk mund të zhduken, ato zvoglohen po. Po shkak që edhe shkenca sot ka përparuar, a dihen shkaqet saktësisht pse paraqiten? Nuk ka, do me thonë, e thash edhe ma herët e ceka, nuk ka diçka që ne e dim, do me thonë se ajo ndodhë për shkak që ati disbalansi që paraqitet. Mirë po, definitivisht të thuhet kjo është ajo që shkakton një miom në organizmin e femrës, nuk është. Po si bëhet diagnostifikimi i miomave dhe sa shpesh duhet të kryen kontrole për zbulimin e këtyre? Kur flasim kontrolla, do me thonë, është ajo që ne gjithmonë, mjek të amë, të gjithë mjek, shumë shpesh e përsërisim se kontrolla ginekologjike duhet të kryhen me rregull. Do me thonë, një të kryhet në vit, 2 në vit, do t'jetë shumë pozitive për çdo gru. Pse? Për faktin se vetë femna kaloni për disa faza në zhvillimin e saj. Fazën e fëmijërisë, pubertetit, pastaj shtatzanis, perimenopauzës, menopauzës, edhe të gjitha këto faza prej kalimit njëra nga tjetra, sjellin me vete ato rreziqet që mund të ndodhë një patologji. E me vizitat e rregullta ginekologjike mund të kapen fillimi i atyre patologjive dhe me kohë të diagnostifikohen dhe mënyrë shumë të mirë atëherë dhe të trajtohen. Po nëse A diagnostifikimi, bëhet me ultrazon. Do me thonën është metoda e vetme që gjatë kontrolës, mundet vetëm kontroll rutine të jetë, mirë po gjatë kontrollave, dyshimeve, simptomave të cilat paraqitet, japin mendimin e ginekologut të kryj, do me thonë egzaminim me sondë transvaginale dhe aty të shifet se bëhet fjalë për miom, mund të shifet edhe vendi, ku është lokalizuar miomi, po ashtu të bëhet edhe matja e miomeve.